Flasim pak për situatën në Kosovë me vazhdimin e numërimit të votave të mpritura me post për zgjedhjet vendore, ndërkohë që ka nisur tashmë edhe aleancat e para për balotazhin e pritshëm të 9 nëntorit. Nga ana tjetër, Albin Kurti duket se ka udhëtuar drejt Londrës, edhe pse ka vetëm 5 ditë në dispozicion për të gjetur aleatët që do t'i mundsojnë atij krijimin e qeverisë së re. Nga ana tjetër, duket se është ende e paqartë çfarë do të ndodhë me gjykatën kushtetuese pas ankesës së bërë nga lista serbe për mënyrën se si u zgjodh nënkryetari nga ky komunitet. Kosovë Gjoci është me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të parë çfarë po ndodh në Kosovë. Kosovë, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Atë fillimisht desha një informacion çfarë po ndodh me procesin e numërimit, në çfarë pikë është, ka përfunduar apo kur pritet të përfundojë? Por paka shumë ka përfundu, Esmeralda, domethënë sepse atë votat që le të themi është pritur që mund të bëjnë ndryshime eventuale, kanë qenë votat e diasporës, duke qenë se kanë qenë shumë më shumë në numër. Dhe në bazë të asaj çfarë është publikuar tashmë nga KQZ-ja dhe në faqen e saj, pra edhe në rezultatet e përmbledhura tashmë me gjitha, domethënë me votat e rregullta, rinumërimi apo verifikimi që është bërë nga qendra e numërimit dhe rezultateve, pastaj edhe votat me kusht, votat e diasporës, pak a shumë jemi në të njëjtën situatë që kemi qenë. Domethënë ka pas ndryshime të vogla, nëse mund të themi në renditje në disa raste, por pak a shumë është ajo çfarë kanë sjell edhe rezultatet preliminare. Pra janë 17 komuna që do të shkojnë në balotazh, edhe pse është pritur ta zonë që Xhilani për le të themi për një përqindje shumë të vogël nuk ka arritur që të kaloj pa balotazh lëvizave të vendosje, prapse pra për një 0.diçka% i bie që të shkojnë në balotazh. Pra ka qenë komuna e vetme ndoshta që ka pasur mundësi eventualisht të kaloj pothuajse shumë lehtë pa balotazh, por që as votat e diasporës nuk është se e bën një gjë të tillë. Kemi pas një ndryshim të vogël në renditje për një numër jo shumë të madh votash, diku rreth 100 apo diçka e tillë në Mitrovic, gjatë gjithë kohës me ato periudhën e exit pollëve që patëm ku PDK-ja vazhdon të printe në një përqindje shumë të madhe, megjithatë tash me numërimin e gjitha votave lëvizja vendosje apo kandidati lëvizjes vendosje Faton Peci ka dikon 100 vota më shumë se Arjan Tahiri. Ndërkohë që tek gara për asamblesë apo për këshilltarët e kuvendeve komunale është PDK-ja që prin me një përqindje shumë më të lartë se sa lëvizjave të vendosje. Pak a shumë janë të njëjtë, domethënë kemi pas ndryshime të tilla, pak a shumë në renditje, eventualisht në përqindje, por që prapse ngelemi aty ku kemi qenë, pra janë 17 komuna që shkojnë balotazh.